Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Sot me qenë se është një ditë e diele edhe është koha për të relaksuar edhe është koha që të kemi të ftuar. Por me të vërtetë unë jam shumë i kënaqur dhe lumtur që me të vërtetë edhe gjeneratat e reja po fillojnë tashti me i vëzhgu instrumentet që i kanë dëshirë dhe pasion. Pra unë me të vërtetë ndihem shumë mirë sot që kemi një artist të ri, një djalë 19 vjeçar nga Shkupi, nga Ilirita, ku ai me klarinetin e vet po bën bujë dhe po bën nami. Kështu që ka formuar edhe një shoqëni, një do shok, po bojnë dasma, po shkojnë anë këndej, po edhe një gjë të bukur që më ka prekur. E pra si që thash, pra me neve e kemi edhe Lavdrim Ajrullao. Lavdrim, si e keni sot mas ditën atje në Shkop? Si është koha atje? Koha këto është perfekt për momentin. Javën e kaluar ke pak vrant, po sot është perfekt. Pikës pari faleminderit për ftesën, është kënaqësia jeme me marr pjesë në emisionin e ju. Po më duket se ju e thatë një mosh 19 vjeçar, po në ekran nuk po dukesh 19, po më dukesh sikur me qenën shumë më i madh se 19. Ku e din natyra. A bën me na tregu pak e shumë se kush është Lavdrimi edhe kur ka fillu, kujna ja ke vjedh atë klarinetin edhe si ka qenë ajo ditë, ajo momenti yt i fëmirisë kur ke filluar me klarinet. Pra, unë jam Lavdrim Ajrullao, jam prej Shkupit, 19 vjeçar. Domthon profesioni im është klarineti, zanatin e kam marrë prej babit. Domthon prej vogël dikon 7 vjet, 6 vjet e kam pas shef instrumentin, domthon babi gjithmonë kur lujke në shtëpi me klarinet, gjithmonë i rrisha mase e preksha e këshysha çish është. Edhe gjithmonë ka interesu për klarinetin. Pastaj pas një kohë babi ma bleti në klarinet temin personal. Prej atëherë dikon 8 vjet nashta kam fillu rrugtimin me klarinet. Pastaj edhe gjyshi i ndjerë ma dhuroj saksafonin e vet, që sot e ma dit me saksafonin e gjyshit edhe performojnë në për dasma, henge, kudo kohët. Do me thonë, ti e pas ke këto të trashëguar nga familjarët, do me thonë, prej gjyshit, baba, edhe vet. Prej gjyshit, e mi gjallare, gjithë familja imi. Edhe atëherë ti që në ke bërë si thuhet unik. Edhe duke i përdorur të gjitha instrumentet. A ka në instrument tjetër që e ke mësu halo? Po në shkollë muzikës, do me thonë, jam që 7 vjet. Edhe shkollën e mesme, si vjet, do më thonë e kom kry, shkollën e mesme edhe pianon e kom pas si lëndë profesionale. Pianos di mira, gitarës di për qef pak mira. Edhe kënoj nga dy njerë për qef, kështu veç. Ama klarinetin e kam ma të veçanë që ishë ma shumë e du. Atëherë ti si shumë i ri, ke kap shumë gjana para jetës tonë dhe para vetës. Kështu që po më duket që kur të arrish një moshë pak më të madhe, besoj që s'ka me qenë sen pa ditë edhe pa e marrë profesionin. Shpresoj. Edhe hajde me të tregu se thash unë do të kthej mrapa, edhe se kur e den atë kohën, atë momentin tënd kur e ke marrë atë, klarinetin edhe e i ke mshu. Sa duhet frymarrja aty, sa duhet konducion, me pasën se kur është njëri i ri, ke pa ato kur mirët klarineti, duhet frymarrje, duhet ndahen notat e këto senet. Si ka fillu ajo? Po, në fillimin normal është pak më i vështirë, po pikës pari falenderoj Zotin që më ka dhënë këtë talent. Se pa talentin e Zotit s'kisha mujt me qenë këtu. Dhe pastaj kam pas malet se babi tankon më ka tregu për frymarrje, po ashtu kam qenë në shkollë të muzikës, edhe në shkollë më kam mësuar teknike si me përdor për malet që mos më lodh më shumë. Tankon e kam pas malet për shkak që kam pas njerëz mas vete që më kanë nejt mas edhe më kanë ndihmuar në këtë rrugtim.
Hera e parë, kur ke marrë pjesë në një aheng apo darsën, si tu ka duk vetja dhe ke thonë ku që ka me bane sëtë? Me të regu drejt, nashta jam konë shumë i vogël, se me babin, shkoj që merke babin mas vetin erë, veç me ngu njerë merke, pastaj edhe ke mere pa klarnetin edhe kështu që shqa me klarnet me përfumu. Ama, do thonë më ka një ndjesi një me shumë e veçantë, mu do ke vetja ku ma arrit, që jam të bo, që kam të bo, a jam të bo mira, keqa, më ka një ndjesi shumë e veçantë, shumë interesant. Unë për veti jam i fiksun në muzikën klasike, në muzikën moderne edhe në muzikën opera, më thave tash, edhe kur kam pa një performim, jam maniton edhe kam thonë në këtë djallë do të gjithësysh ta kam në emision, edhe tjetë me mua së bashku këto. Kështu që thuhet një fjalë popullore, një artist ose një muzicent ose një instrumentalist për ta majtur në biseda, vetëm harxojmë kohë kot, por unë kisha dashur nëse ka mundësi të na i bësh një performim pak, edhe do të rikthehemi prap, edhe do të bisedojmë diçka tjetër. Klumshin ato gishtat që po i lëviz, bravo të qoftë. Me të vërtet është një fenomen i madh se kur fillon përcakton edhe zhanrin e performimit të domethënë klarinetit, kjo ka një gjë të madhe. Dhe na trego pak si është formuar shoqëria juve dhe më duket në për darsma diku në shkoni apo në për arrangja, edhe çfarë muzike performoni? Ma shumë ti. Po, në varët edhe në farë vendi, në farë lokali, se për shembull në Shkup e kemi standard musafirët e njerëzit, dashamirët. Do unë punoj ma shumë edhe me babin punoj, edhe babit i një majtë, do më thonë, shkojmë me babin e për darsën, po unë punoj edhe jam universal, punoj edhe me kolege tjera. Po me të regu drejt për muzikë, do në si darsën shqiptare s'ka, do në thonë, bon gjithat llojet e muzikës, këtë stilit do me një darsën, është interesant. Na trego pak emrin asoj shoqërisë juaj, që për shembull njerëzit ku mund t'ju gjejnë, mund do që dhe hej, nëse ju pëlqen në Amerikë, keni mundësi marrë, pse jo? Keni mundësi. Patjetër me gjithë shef. Do unë me babin që punoj, grupi i emrit e ka Agim Band. Do me këngëtarin Adnan Kamberin. Po Sa jeni në grup? Ne jemi unë edhe babi jemi klarnetista, vllau jemi madhi është në synt, Axha jemi është në bumje, edhe djali Axhës është në tarabuk, edhe këngëtari, domethënë 5 orkestër edhe këngëtari 6. Atëherë, po me sa po duket, ju i pas një bo krenar edhe baballar të juve dhe gjyshrit të juj me këtë grup që e pas një formuar familjar. Kjo është një sen shumë i bukur, s'ka sen se kur je familjar edhe performon edhe me të vërtet ne po i shohim edhe po i shohim me të vërtet këtë rregullimin e juaj që shkoni dhe performoni në përdasma, kjo është
kënaqësi e madhe. Atëherë, ti lavdrim kom pas dëshirë se unë nuk e kam një jetë më të lanë rahat, do të fillojmë pak edhe një performim tjetër, pak ma me energji pak. A ban, nëse kom. Patjetër. Kjo pak diçka më mirë ke, edhe më mirë, por na trego pak rrugtimet e juaja. Shkoni vetëm në Kosovë, shkoni edhe pak më larg, keni marrë pjesë dikun edhe në për drejt. Po, me tregu drejt, në këtë vendet kemi punë, do thonë, edhe në Kosovë, në Preshev, Shkup, Tetov, frikun e keshën në Belgi, në Bruxelles, do më thonë. Gjitha anët i kemi, do më thonë, që punojmë. Me të ofru një ofertë me bashkëpunu me këto muzikat klasike që janë të mëdhaja, sikur tash për shembull që janë këto operat e mëdhaja. A kishe pranu me shku se sipas edhe ju performancën që e bani, po e bësh edhe në muzikën klasike, a kishe pranu me shku dikon larg, se ti je i ri. Po, me mu ofru një ofertë e mirë, do thonë normal që pranoj është kënaqësi me performu me muzicientë të ndryshme, stila ndryshme, është edhe vetën e ngritë si artist. Po, është interesant se unë punoj do thonë me gjithë këngëtarë, me gjithë estradën, do thonë, sidomos Maqedoni. Edhe secila këngëtare ka stilin e vet, edhe do thonë me keq akum bashkëpunu deri tash, shqyrë Zotit me gjithë më kalu mire, gjithmonë më thirrin prape, bashkëpunoj prape. Do thonë deri tash ku kam shku, besoj që s'kam dështu edhe. Pra si që më thave, e përmenëm parësit që titën do të shkesh muzikë klasike, e në mramje do të punësh me babin tëna, po? Po, patjetër. A ndëgjon muzikë klasike heq, apo nështë edhe nuk i kose me ushtrime dhe me... Po, në fakt, kur kam kohë të lirë, edhe ngoj muzikë klasike, do thonë njërën për kompozitorëve më të përqefi që e kam është Chopin, do më thonë. Edhe Chopinin e kam kështu favorit, tanë kohën e ngoj. A kishe performu diçka në Chopin? Po, në fakt, Chopini nuk ka Nuk ka? Po kompozime për klarinet, në fakt. Po kam që pak me bo pak shaka me bo, që me të vërtet është... Piano di me lujt një vej për Chopinit. Ku e she vetën në të ardhmen? Çka she edhe çka do të bësh, çka do të studiojsh, shkollat si ke? Synimi im për të ardhmen është me vazhdu fakultetin e muzikës, më bo muzikant me diplom, me vazhdu njerë punën e ahingeve, dasmave, do se mirë dhe i tash edhe e pëlqej si punë e du shumë si punë e të shmoj. Po nuk i di tarë ndoshta vjen ajo ofertë, menoj me punu me artista më të mëdhej, kështu e kam synimin. Do me thonën, ti si ke kalu si mujto me kuptu prej familjes, ti ke marrë shumë mësime prej familjarëve tu,
por çelësi kryesor besoj që në të ardhmen do të jetë tek kjo shkollimi edhe kur të futesh në pjesën e shkollimit sidomos të muzikës, atëherë ti do t'i kesh dyrët e hapura në tërë botën. Kështu që unë me të vërtet para se të performosh edhe një pjesë të performimit me klarinet, kisha pasën dëshirë të dija a praktikon edhe në kush prej familjes tonë, vlla, motra, në kush tjetër muzikën? Unë i kam edhe dy vllaznim, një më të madh dhe një më të vogël. Vllai i madh domthonë është edhe në grup me babin, siç e thash, ajo me synthesizer. A vllai i vogël s'ka të bëjë hiç me muzikë, ai tjetër botë ka, ketë. A na trego pak për te, lutem. Patjetër. Ai më tregu drejt shpi kur jemi këtë familja këto edhe shlojnë ndaj muzikë me ngu diçka, ndaj muzikë të mirë. Ai e merr dëgjuesit, shkon në ai dhomë tjetër, fol me shok, lun ai loja, këtë tjetër botë, as që intereson për muzikë, as s'ka të bëjë muzikë hiç. Ai futbollin e ka qef, kështu lojat në telefon me shoqëni me dal më shumë. Ai tjetër botë, okay. Po më duket se do t'jap kalon këtëve, po janë to njerëz që kemi shpresa për çështu, po ta shohim. Se janë disa që kur i shohin e tërë familja që mirën me një gjë edhe nalet edhe fokusohet edhe thotë çka janë ka bën këta gjën. Hajde se unë do më marr pak me ndryshu edhe do të dalë të bëhet dikush tjetër. E kështu që unë ju uroj sukses atina që të bëhet një farë persone që t'ju mund juve krejve. Kështu që kisha pas dëshirë ta ne performosh edhe një pjesë të me klarinet, pse ja vlen. Pse jo? Kjo është kënaqësia jona. Faleminderit. Të falenderoj shumë edhe me të vërtet këto performimet e tua nuk kanë fund me ndëgju me tërë ditën ose tërë natën. Do dua një këshill, me qenë se je shumë i ri, çka ju kishe thonë moshatarëve tu, shokëve, dhe si e sheh rinien e sotit ti si i ri që je, edhe si po veprojnë, është më mirë të kapen me një element që t'jenë të suksesshëm, apo si e shef rinien e sot në për kafenia, në për këto sanët, të lutem na trego. Me tregu drejt, kam shok shumë edhe me tregu drejt i shoh që nuk janë shumë të fokusuar për të ardhmen me menu, për të ardhmen për farsinimin nuk kanë, apo kupton. Edhe nuk e di unë për veti dëshprona pak se e shoh që rinia nuk janë shumë të fokusuar për jetën e ardhshme, nuk kanë synime, nuk kanë të ardhmen kur gjao. Unë kum pas në fakt se që Zoti ma ka dhënë këtë talente, kum shfrytzu edhe me ndihmën e babit, kum shku para, ma ka tregu rrugën e drejtë, rrugën e suksesit. Po nuk e di, ndoshta edhe kështu ka ardhur koha ma dinamike, nuk e di. Kështu ndaj mesazh kisha dhënë që mu fokusu për jetë me menu ma shumë, për jetë me menu për të ardhme ma shumë, po nuk e di. Ti si individ si e sheh vetveten, a e sheh veten këtë rrugtim që jetu e bo, diçka të drejta, thu, ndoshta edhe jam tu lodh shumë
me angazhime, me prova, me angazhime të shku në përdars, ma si she vetën si I ri, për atë e du me ditën. Po, me tregu drejt, për një është lotësie, është angazhimi madhe, është ama që me pas sukses, ma mirë është mu lodhë sa je ma I ri, që tana në tarme me shiu ma shumë jetën. E nëse nuk lodhë është tash, në tarme ki mu lodhë ma shumë, a kupton, e njëta gja, ma mirë me siguru pi ma herët jetën e mu angazhu pi në fillim. Se që për shumë kam shok që punojnë në për lokale, punojnë në gjatë tjetër, ama lodhën shpejt, e jaman lodha, ama nuk ka që kam bu nëjë farë punën, normale jo puna, e lodhëshme ama jo nëjë se në angazhimi madhë edhe dëshpërojnë shpejt me punën, e lajnë punën, ta na pushojnë apet, a kupton. A mund të na thësh një shërim për këta që punojnë e lanë punën edhe ata marrëmendja që nështë edhe pagat e tyne nuk janë të vëllitshme se ti kur shkon me një darshëm, ti e ke pagën pak më ndryshe sa ata. Edhe do me thonën, a t'japin a të thonë, hej, po ti punon, po ti merë, po na po punojnë, po ne nuk po marrim. Edhe si e vlerëson atë ti? E vërtet, për shumë që në për lokale që I kam shok që punojnë, ata pagat janë ma tullta, normal, ama nuk kanë nëjë farsinimi tjetër për jetë, nuk kanë nëjë farë që me mu angazhun qatë punën, që me arrit, qatë synim që e ka. Unë pi vojnë jam unu, që në 6 vjetë që po thamë, pi në 6 vjetë jam unu, maksimum e mishe me shpirë që me arrit, që edhe për pagë më ka një knasht në vetë vete. Po, sa jetë mund edhe fitan e Zotis ta up mundin që thonjë. Mendoj që ajo e realitetin. Unë për vetë të uroj një sukses të madh edhe me qenë se unë vetë jam e persone që kur të kam pa men, dykon të kam pa nuk e dine për jetës sociale, edhe kam thënë këtë djallën duhet me marrë një mision edhe ta njef këtë bota, me qenë se në Shtetet Bashkuara të Amerikës, emisioni jonë shikohet në kanalin 39 në TV Alb dhe në Nimi TV në kanalin 250, ku mund të shikojnë njerëzit edhe të marrin edhe mësim si një djalë shumë I ri që është I përkushtuar në muzikë edhe është I përkushtuar në familjen e vet që me të vërtetë të marrim mësim edhe gjeneratët e reja se si duhet punohet edhe si duhet afrohet edhe si duhet të kalohet. Por unë kam thënë diçka se thash unë edhe më herët se unë jam adhuru si këtina për shef. E kështu që ti kishe në ngjyrë të arit edhe po di që në anglisht të thonë një fjalë you are more rich than me, kështu që më I pasër se one. Kështu që kisha pas dëshirë një mesazh tanin për të gjithë shqiptarët, për gjeneratët e reja, për gjeneratët e vjetra, për sukseset, çat kish shefin më na treguat nëse ka mundësi. Po mo, edhe fjalë më kanë mbejt pak se besoj që kum fol mire. I uroj gjithë shqiptarë kudo që janë të kenë shëndet, të kenë harmoninë në familjet të tyre, edhe të punojnë në çfarëdo koftësinimi që kanë se me punë gjithçka arrihet. Edhe më në fund e kam një pyetje, çka simbolizon varësja jote që ke varësën? Këtë kam që një 2 vjetë më duhet, ma ka mbledh dhurat vllau I madh, është qelësi muzikës. Okej. E pse e mban edhe e ke qitën jashtë bluzës me çfarë fanatizëm? Po, nuk e di, më shkrike me klarnetin me këto topat e hekorit që janë edhe mendoj që ashtu, më simbolizon si muzician që jam. Atëherë po di si moshë e re je full artist. Në anglisht të thonë artist. E kështu që unë të falenderoj për kohën tonë, me qenë se tash edhe keni kohën që me shku dhe me përformu në për dasma kudo që jeni. Kështu që të uroj shëndet dhe të uroj të gjithat mira në jetën tënde, në karrierën tënde, edhe dua pas pak vite, dua që një sukses I yti t'jesh një profesor ose t'jesh një udhëhec I madh në Republikën e Maqedonisë ose në Republikën e Iliridës atje, që të marrin shembull njerëzit në ty dhe në punën tonë dhe në suksesin tonë.
Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën e për këtë muhabet të këndshëm. Shpresojmë për mu pa për të mira gjithmonë. Faleminderit shumë. Faleminderit. E pra të nderuar shikues, ishte kënaqësia ime, meqense edhe artistat e ri shumë të ri po performohen në Noli Show, Noli TV, po tregojnë punën e tyre, suksesin e tyre, karrierën e tyre dhe e ardhmja e tyre në tashme. Pra, mos të ndani me Noli Show, Noli TV, këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithkund në botë që shikohet emisioni im. Tërë mirë mbetshim.